Një vrasje 2 fish ka ndodhur në mbrëmjen e sotme në fshatin Gollubuc të Malishevës, duke shkaktuar tërënditje në komunitetin lokal. Viktima dyshohet të jenë 2 vëllezër rreth moshës 32 dhe 45, të cilët u qelluan me armë zjarri paraderës së shtëpisë së tyre. Njëri nga të vrarët ka ndëruar jetë në vendngjarje, ndërsa tjetri ka ndëruar jetë rrugës për në spital. Sipas hetimeve paraprake, i dyshuari dhëndri i viktimave kishte shkuar më parë në shtëpi për të marrë gruan e tij. Pas largimit disa metrash, ai është kthyer përsëri dhe ka hapur zjarr ndaj 2 vëllezërve. Gjëja dyshohet të ketë motiv familjar pasi konflikte të mëparshme mes palëve, duke se kanë tensionuar marrëdhënie dhe kanë çuar në shpërthimin e dhunës fatale. Autoritetet policore dhe prokuroria janë duke zhvilluar veprime të shpejta operative dhe kapjen e të dyshuarit dhe hetimet e plota të ngjarjes. Trupat e viktimave janë dërguar pas ekzaminimit të mjekoligjor, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe motivet e vrasjes. Ngjarja ka tërënditur komunitetin lokal dhe ngrihet shqetësime për sigurinë në zonë, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje për bashkëpunim me policinë në kapjen e autorit.